Niveli i ujit në Shkodër ka pasur rënje duke bërë që situata të përmirësohet disi, por ende në qytet vazhdon gjendja emergjente. Në lagjet Baçallëk, Tophane dhe Baça e Çakejve nuk ka prezencë uji, edhe pse këto të fundit ndodhen shumë pranë lumit Drin. Por nga ana tjetër, hyrja e këtij qyteti ndodhet ende nën ujë, duke bërë që banorët të lëvizin vetëm nëpërmjet varkave. Aksi Shkodër-Velipoj vazhdon të mbetet i bllokuar, ndërkohë që komunat Velipoj, Ana e Malit dhe Dajç, përveç prezencës së ujit, ka mungesë ushqimeve dhe koncentrateve për bagtit. Sipas shtabit të emergjencave, sipërfaqja e përmbytur llogaritet të jetë rreth 13.000 hektar. Ndërkohë që edhe në Shirok, zonën turistike të qytetit, gjendja mbetet e rëndë. Të gjitha rrugët toksore që të çojnë në këtë zonë të banuar janë nën ujë, me thellësi shumë të madhe. Mënyra e vetme për të lëvizur janë varkat dhe lundrat me motor, dhe një udhëtim prej 40 minutash në liçenin e Shkodrës. Harku i Bërdicës, që para pak ditësh ishte tejet i bllokuar nga prezenca e ujit, rezulton të jetë liruar. Në këtë zonë ka një kalim të lehtë edhe nga mjetet e vogla. Ndërkohë në Shkodër dhe në zonat përreth vijojnë të ndahen ndihma për banorët e prekur. Numri i të evakuuarve mbetet 14.200, ndërsa në qendrat e pritjes ndodhen 1.860 persona. Sinoptikanët bëjnë të ditur se bashkë me erreshjet e shiut dhe të borës pritet edhe ulje e ndjeshme e temperaturave gjatë gjithë muajit dhjetor, çka do të vështirësojë edhe më tepër situatën.